Nuk është se nuk u krijuan forca tjera politike, u krijuan, po shqiptarët prap. Partinë Demokratike besuan. Dhe kjo e bën misionin tonë shumë herë më të rëndësishëm. Kjo bën që ne të bëjmë gjithçka që kilometrin e fundit të rrugës tonë ta përshkruajmë me forcën më të madhe, me dignitetin më të madh, me fitoren më të sigurt. Dhjetë shkurti është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për ne. Shumë e rëndësishme. Fundi janarit dhe fillimi i shkurtit, Shqipëria ishte në tryezë për shkak të Edi Ramës. Cila do ishin masat që do merreshin, sigurisht asgjë me ju, me qytetarët, por me Edi Ramën po. Sepse Edi Rama u faktoi Bashkimit Evropian dhe lider Evropian se nuk jenohen parim përveç se vjedhjes dhe lidhje me krimin. Dhe ata, që është e vërteta, ja prun mesazhin, i kanë sjell këtu zyrtar shumë të lartë në vizita të pa deklaruara nga institucionet ndërkombëtare dhe ky mesazhet i ka marrë. Por ju garantoj se Europa dhe çdo shqiptar pret mesazhin ton me 10 shkurt. Ai është mesazhi i gjitha mesazheve. Po, ai është mesazhi i gjitha mesazheve. Dy protestat tona kanë qenë një ndihmë shumë e madhe për Shqipërinë. Sepse kur tjerët lexojnë për ato që s'ka ndodhur kurrë, se nuk mundet kurrë një kryeministër. Nuk mundet kurrë një kryeministër të imagjinojë se nuk do i heqë imunitetin ministrit apo vetes tij në qoftë se kërkon drejtësia. Ja kam dhënë këto ditë disa herë me respektin më të madh që kam patur dhe admirimin për të. Silvio Berlusconi, kolos i kombit italian, gjykatës të majt, prokuror të majt, absolutisht vetëm për qëllime politike, formulojnë akuza dhe ju kujtohet të gjithë hynte e dilte në sallë gjyqit. Nuk diskutohet ndonjëherë se do përdor mandatin politik për shmang drejtësinë, sado që ishte krejt e pa drejt. Nuk ndodh kjo, vetëm Shqipëri. E bëri me Sajmir Tahirin, ju kujtohet. Sepse ishte vetaj, Sajmir Tahiri kishte zbatuar të gjithë instruksionet e tij për drogën. Tani e bën për Belindën, që është Lubin, e cila ç'është e vërteta, thash dhe njërë hajduti se ajo nuk ka njohur kombi, por ama i ka bërë me Ramën. Po, të gjitha i ka spari Rama e dyta kjo. Ndaj dhe ne të betur, duhet betohemi, të mos i ndahemi gjersati të japim vendin që meritojnë. Se cilin nga ju është i thirrur këto pak kohë që ka ngelur, të takojmë çdo mik, çdo shok, çdo të afërm, çdo të njohur, pavarësisht nga bindjet politike, dhe t'i themi dalim në shesh
në sheshin e burrave, për t'i dalë zot vendit. Nga këta hora që e marrin e shkelmojnë në përkëm për interesat tyre. Koha është e jona, koha është e guximtarve, koha është e atletarve, e njerëzve që i thonë dheut dhe i ti, njerëzve që i thonë familje ti, njerëzve që i besojnë idealeve të lirisë dhe dinjitetit njerëzor. Mos harroni, ajo është i tremur, e keni vu vetë, është i shpartalur shpirtërisht dhe fizikisht, po dhe sigur të mos ishte. E them se një ndershëm dhe në përpara 100 hajdut. Po, sa hajdut vetëm guxim nuk kanë. Ndaj dhe si që keni qenë gjithmonë keni qenë, në kryet përpjekjeve, dojnë dhe tani, në 10 shkurt e gjithë kamza në Tiranë. Dhe ju garantoj se kilometrin e fundit do t'jetë kilometri më i bukur, do t'jetë kilometri që do të gdhenet në muret e kohës me germa tarta për kontributin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit, Dr. Berisha, për këtë fjalim motivues. Kalojmë tani në hapësirën tuaj të foltores, sugjerimet tuaja, komentet tuaja, diskutimet tuaja. E nisim me zotrin aty.